Zonja Xhamani, përshëndetje, mirë se erdhët. Përshëndetje, mirë se u gjej. Atëherë, po diskutonim në lidhje me rëndësinë e pasjes së një turizmi të qëndrueshëm me zonjën Ngushova. Në këndvështrimin tuaj, mbase të qëndrueshëm jo, por sa larg jemi ose sa afër jemi për të pasur një turizëm gjithvjetor? E ndoqa me shumë vëmendje bisedën edhe duke qenë se gjithë theksi ishte vënë tek qëndrueshmëria në turizëm, unë do thënë se të gjitha detajet e sipër përmendura janë pjesëzat të vogla të panoramës e të mozaikut të përgjithshëm turistik të ofertës që ne ofrojmë ose disponojmë në Shqipëri, por nuk besoj se flasim dot për turizëm të qëndrueshëm nëse nuk krijojmë zinxhirin e qëndrueshmërisë në sektorët e ekonomisë, pra lidhjen organike që ata duhet kenë me njëri tjetrin, për të krijuar një ofertë të qëndrueshme e mbi të gjitha autentike. Si mund të flasim ne për turizëm të qëndrueshëm në Shqipëri nëse sektori i bujqësisë nuk është i lidhur me sektorin e turizmit? Dhe me këtë dua të them, gjithçka që prodhohet në Shqipëri duhet të shkojë në funksion të ofertës turistike, duke filluar që nga produktet bujqësore, blegtorale, artizanati, prodhimet e vogla, pra të gjitha ndërmarrjet e vogla prodhuese ushqimore, tekstile, industriale, pse jo, pra edhe, po themi edhe, ku diun, pije që konsiderohen industriale, siç mund të jenë birrat ose pijet freskuse, kur ato prodhohen masivisht, duhet të shkojnë të gjitha në sektorin e ekonomisë, në sektorin e turizmit. Ndoshta ato shkojnë, por pa mjaftueshmëria ose lidhja jo e duhur e produktit në bazë me vitrinën që është mjedisi turistik, nuk bëhet siç duhet përderisa pjesa dërmuese e lëndës së parë që ne ofrojmë në turizëm vjen nga importi. Pra, kemi verë të huaj, birë të huaj, me shumicë, ka restorante, hotele ose resorte në Shqipëri që ose nuk ofrojnë fare, për shembull, po themi produkte apo pije shqiptare, ose ofrojnë aq pak sa përqindja mes produkteve të huaja dhe produkteve shqiptare është shumë e disbalancuar. Vërtet ato në verë mund të ofrojnë perimet e stinës ose frutat e stinës, por sasia e produktit që ofrojnë në raport me sasinë e produktit të vendit është vërtet, le të themi, në raport shumë të disbalancuar. Që këtu jemi jo mirë ose nuk po ofrojmë, le të themi, ofertën tonë autentike, pra çka Shqipëria ka, nuk po e ofron të gjithën në tryezën ose në tavolinën e turizmit. Pjesa tjetër pastaj është, le të themi, përpjekja e sektorit privat për të ofruar më të mirën, por shpeshherë ai nuk është i lidhur siç duhet me sektorin publik që të konvergojnë edhe të dalin në një ofertë mirë turistike. Dhe ku është problemi? E zgjata pak. Jo, ishit shumë e saktë. Ku është problemi pikërisht në lidhje me pamundësinë tonë, pavarësisht dëshirës? Dëshirën e madhe mund ta kemi të bëjmë më të mirën, por sërish cedojmë për sa i përket bashkëpunimit me njëri tjetrin, promovimi destinacioneve, pra që të përfitojmë maksimumin nga një turist i cili vjen në Shqipëri. Në këndvështrimin tuaj, mbase është çështja e eksperiencës, çështja e njohurive? Jo, nuk ka lidhje fare as me eksperiencën, as me njohuritë, ajo sepse të gjithë, po themi, gjithë kontingjenti i sektorit privat në Shqipëri, të gjitha njohuritë e veta, eksperiencën që ka marrë jashtë, atë që ka mësuar këtu në Shqipëri, trendin drejt të cilit po shkon turizmi, pra të gjitha këto instrumente, le të themi që janë përdorur për të ofruar një paketë sa më të mirë turistike. Problemi qëndron gjithmonë tek lidhja organike mes sektorit publik dhe sektorit privat, për shkak se nuk ndiqen politikat e duhura. Le të marrim një shembull të thjeshtë. Birrat shqiptare, sidomos këto birraritë e vogla artizanale, janë të detyruara të dalin në treg me një çmim të shtrenjtë për shkak të vënies së akcizës. Domethënë shteti ka vënë akcizë birrave shqiptare, por që ato nuk po kërkojnë të eksportohen, ato po kërkojnë të prodhohen në Shqipëri dhe të konsumohen në Shqipëri, nga konsumatori vendas dhe nga turisti që vjen për të vizituar Shqipërinë. Si mund të ofrosh ti ofertën turistike autentike të vendit, pa ofruar një birë lokale, një verë lokale, një pije lokale, e cila nëse është e shoqëruar me akcizë, dhe pijet e huaja janë ose pa akcizë ose me incentiva shumë të favorshme,
sa që këto konkurrojnë lirshëm në treg për shkak të çmimit. Tani sektori privat, sado i mirë kuptueshëm ose patriot të jetë, le të themi, për të mbështetur produktin vendas, ai do shesi në bazë të interesit, nuk mund të shesi një birr me me 300 lekë, ndërkohë që mund ta shes me 200 ose me 150. Pra, detyrimisht interesi do shkojë tek vetja. Dhe sado solidar të jetë me një produkt vendas, nëse kosto e tij del më e lartë se produkti i importit, detyrimisht që ai do përdor produktin e importit. Secili bën llogaritë veta. Ky është vetëm një shembull për të thuar se nëse politikat që ndiqen për të ofruar këtë paketë turistike sa më autentike që të jetë mundur drejt turistit të huaj sidomos, nuk do bëhet dot lidhja, le të themi, për të ofruar vërtet atë paketën ose atë ofertën e qëndrueshme. Nuk mjafton vetëm që turistit mos hedh plehra. Duhen edhe të pastrohen këto plehra në zonat e mbrojtura, fjala vjen. Nuk mjafton vetëm ta konsiderosh zonë të mbrojtur. Duhet edhe të mos hedhësh beton në këtë zonën e mbrojtur. Madje as konstrukte xhami nuk duhet hedhësh në një zonë të mbrojtur e cila duhet të trajtohet në mënyrë sa më, le të themi, autentike, sa më pranë natyrës, ose me konstruksione druri, ose me, fjala vjen, në Alpe, nuk duhet ndërtuar as me dru, as me qeq, duhet ndërtuar me gur dhe me këto pllakat e pishës, pra kullat e Alpeve shqiptare, nuk janë të ndërtuara as prej qelqi, as prej druri, janë të ndërtuara prej guri dhe me këto çatit prej druri pishe. Do me thënë, nëse nuk zbatohet parimi i autenticitetit në arkitekturë, në gastronomi, në tradit, në trashëgimin kulturore, tek veshjet, tek trashëgimia etnografike, nuk mund të flasim për ofertë autentike. Ato mund të jenë bukur, ngjyra, duken këndshëm për syrin, pra syri, le të themi, argëtohet kur shikon diçka të bukur, një vilë të bukur druri në Alpe, por ajo nuk është autentike. Ti nuk po ofron më Alpet shqiptare, ti po ofron një si akomodimi diku në një park natyror, të cilin turisti mund ta gjejë në jug, në veri, në dajt, kudo. Ndërkohë, zonja Xhamani, për sa i përket akcizës së birrës, pak vite më parë, qeveria unifikoi prodhimin vendas me atë të importit, bëri të njëjtën akcizë dhe kjo bëri që më shumë leverdit ketë importi se sa prodhimi vendas dhe çmimet janë rritur ndjeshëm. Ndërkohë, për sa i përket një tjetër pike që e diskutuam pak më parë edhe me zonjën Kushova, ishte problemi i mënyrës se si ne e japim, e transmetojmë historinë tonë. Kemi probleme të mëdha sepse nga ajo që tha zonja Kushova, realisht situata duket alarmante, guidat e huaja e transmetojnë historinë tonë këtu, si ato kanë interes, ata tanët pa dashur të prekim asnjë, nuk janë të informuar si duhet, pra ka probleme edhe në këtë aspekt. Për të qenë guida apo udhërrëfyes, sidomos kombëtar, sepse një udhërrëfyes nuk duhet të kufizohet me 3, 6 apo 9 muaj kurse intensive, por duhet jeti shkolluar, duhet jeti profilizuar qysh në shkollën e mesme profesionale për të qenë udhërrëfyes turistik, që do të thotë duhet mësoj historinë, gjeografin, trashëgimin kulturore, gjithçka pra që përbën, po themi, historinë tonë ose identitetin tonë kombëtar, dhe kjo mësohet qysh në shkollë të mesme, të paktën me 2 vjet profilizim, ndërkohë që edhe në shkollën e lartë, në universitet duhet jetë me sistemin 3+2, pra bachelor dhe master, i cili të shkojë prap drejt, le të themi, certifikimit ose çimentimit më saktë, në thonjza, si udhërrëfyes. Vetëm kështu do kemi të bëjmë me një individ i cili njeh shumë mirë historinë e Shqipërisë dhe nuk lejon gafa të tilla si për shembull Skënderbeu ishte grek apo ishte me përardhje serbe, apo mora një shembull të thjeshtë sepse zakonisht Skënderbeu, po themi se heroi ynë përfaqësuesi kryesor i identitetit të Shqipërisë, gjuhet shumë nga qarqet e vendeve fqinje për t'ia atribuar herë njërit vend, herë njërit shtetit dhe herë tjetrit kombësinë ose përardhjen e Skënderbeut, po kështu ka plot informacione të tjera
false ose të pasakta që qarkullojnë për prejardhjen e siteve kulturore, siteve arkeologjike. E mbaj mend shumë mirë gjithë zhurmën që u bë kur erdhi Zgarbi në Shqipëri që tha siti grek i Bylisit, i cili dihet botërisht nga të gjithë historianët tanë, do me thonë që është sit i lirë dhe kjo është një gjë që të paktën mendoj çdo udhërrëfyes në Shqipëri e di. Por mora një shembull thjesht. Pra, nëse nuk i shkollojmë, nuk i kërkojmë dot llogari pse nuk di. Në qoftë se nuk vendosim barriera siç ka jashtë, do me thonë nuk ke shanse të shkosh qoftë edhe në Malzi dhe të jesh një udhërrëfyes, nëse nuk je i licencuar ose i certifikuar ose i njohur nga shteti malazes, ashtu si kundër nuk mund të shkosh në asnjë vend tjetër të Europës për të bërë udhërrëfyesin, ndërkohë që të huajt vinë me guida me vete, pra me udhërrëfyes me vete, edhe lirshëm interpretojnë historinë tonë, gjë që është tani vërtet diplomatik po deshe, jo vetëm historik. Kështu që këto kush i vë këto pikë sipas jush? Duhet jetë shteti. Mundet të ndryshë qeveria. Duhet ndryshë qeveria, ministria. Vetëm ta kapim me shpulla ta nxjerrim nga siti arkeologjik se s'kesi e shmang ndryshe. Një udhërrëfyes të huaj që historinë e Shqipërisë. Duhet jetë një guid ose një histori zyrtare të hartohet nga Ministria e Turizmit, Meki që është aktualisht, një guid zyrtare për çdo sit dhe atë e tregojnë si guidat, ose edhe mund tjetë shkruar aty e lexon secili, ose mund ta shkarkojnë internet edhe dëgjon. Po në disa prej siteve le të themi që ka informacion të mjaftueshëm, se për shembull pjesa kryesore e muzeve të Shqipërisë janë të mirë pajisura me informacion, kanë Ciceron të jashtëzakonshëm, do me thënë kemi stafe të shkëlqyera në për muzet kryesor të Shqipërisë, Muzeu Historik, Muzeu Onufri, Muzeu Historik i Shkodrës që ndodhet brenda Parkut Arkeologjik, pra Kalasë Rozavës, Muzeu Marubi, Muzeu Mesjetar në Korç, e kështu me radhë, se mos harroj Parku Arkeologjik i Apollonisë ka Ciceron të shkëlqyer, pra po themi udhërrëfyes të brendshëm, të cilët sigurisht nuk e gabojnë historinë. Problemi është me ata që vinë nga jashtë, sigurisht që problemi tjetër është ndalimi ose, si them, mos lejimi i të ardhurve nga jashtë për të përzier me historinë tonë. Sepse në qoftë se oferta turistike do të mbetej, le të themi, e ofruar nga ne, sa do të paditur të jenë udhërrëfyesit tanë, ai pak informacion që ata disponojnë ose mund të disponojnë, nuk është i gabuar. Pra, ne nuk mund të themi kur që Skënderbeu ka qenë grek, ose ky siti këtu nuk është, ku diun, kur është me përjardhje romake apo greke, ne themi sit me ndikim të arkitekturës ose historisë i ndërtuar në kohën e Greqisë, ose i ndërtuar në kohën e Romës, fjala vjen. Me që se janë si referenca. Pra, ne mund të referohemi historisë me fakte të mangëta, por jo të gabuara. Nëse dikush na vjen nga jashtë dhe e fut hundët në historinë tonë, detyrimisht që ai do flasi sipas interesit të politikut që përfaqëson. Kështu që ne aty ku kemi informacion, nuk e kemi të gabuar. Problemi fillon aty ku nuk kemi informacion. Nëse shkojmë ku diun, të vizitojmë rënojat e Persqopit, nëse shkojmë të vizitojmë Kalan e Drishtit, nëse shkojmë të shikojmë rënojat e Ishmit, fjala vjen, site që nuk ekzistojnë fare ose nuk kanë asnjë informacion në terren. Ti s'ke një tabelë aty që të orientoj. Ku diun, 3 fakte. Imagjino pastaj se ç'ndodh për të dhënë, po themi, një informacion të saktë mbi këto site ku nuk ekziston asnjë tabelë. Ti shkon në Varret Ilire të Selcës, që është një prej siteve më të spikatura për sa i përket identitetit ton i lirë, dhe ti atje nuk ke absolutisht asnjë lloj informacioni, asnjë lloj tabele udhërrëfyese, udhëzuese, dhe ti shkon e gjen me hamendje, ose duhet shkosh patjetër i shoqëruar me dikë që ka qenë më parë atje, sepse s'ke shanse të gjesh. Që ose historia që përcjellin këto varre është identiteti ynë kombëtar praktikisht. Edhe atje s'ka asgjë. Kupton? Ndërkohë, zonja Xhamani, ta mbyllim me aktualitetin. Si e shikoni me aktualitet dhe njëkohësisht edhe me optimizëm
Si shikoni startin e këtij viti referuar edhe shifrave të paktën të 3 mujorit parë, rreth 1.6 milion hyrje. Duhet thënë që jo të gjithë janë turistë, por ajo është referenca. Nuk e di sa e transmeton veshja ime pozitivitetin e situatës aktuale turistike, por besoj që në të gjithë treguesit, ju jeni një televizion ekonomik, kurba apo ajo lakorja e treguesve të sezonit turistik të sivjetshëm do të jetë e gjitha në ngritje, pra do jetë pozitive. Nuk di tani të them se cila do të jenë përqindjet e rritjes. Pra, mjafton të jetë më lartë se 2024. Po. Mjafton të jetë më lartë se 2024, me përqindje nuk është nevoja ti përmendim. Po. Sigurisht që treguesit do të jenë gjithë pozitiv, sezoni ka për të qenë i mirë. Trendi është dukur qysh në mars-prill, pavarësisht asaj që mediat e konsiderojnë luhatje, sepse një muaj në të cilin ka rënë 20 ditë shi, nuk mund të pretendosh që të kesh të njëjtin fluks vizitorësh si të ishte fjala vjen moti mirë, kur dihet shumë mirë që marsi dhe prilli, pra pranvera, janë të tureve kulturore, çka presupozon njerëz që shëtisin në rrugë, që vizitojnë, pra që bëjnë walking tours, që vizitojnë muze ose site në natyrë, çka do të thotë që nëse moti nuk është i mirë, sigurisht që ato nuk do dalin, por ky nuk është treguesi i sezonit turistik ka për të qenë i mirë, 90% e strukturave akomoduese janë rezervuar tashmë në Bregdetin shqiptar, por ne e dim që tashmë nuk kemi më vetëm Bregdetin, sepse kemi një situatë ose një realitet të turizmit rural, i cili përfshin agroturizmin, turizmin e aventurës, turizmin e natyrës, vizitën në parqet kombëtare, sportet e natyrës, sporte ujore, sporte ekstreme, të gjitha këto gjenerojnë vizitor dhe turist në Shqipëri gjatë gjithë vitit dhe vera duam s'duam kryeson, sepse duke qenë që nuk kemi infrastrukturë për turizëm dimror, jemi ende duke kryesuar shifrat në turizmin veror. Pra turizmi veror në Shqipëri nuk presupozon vetëm Bregdetin, por praktikisht të gjithë Shqipërinë. Kemi pafund turizëm në Alpe, kemi turizëm në juglindje dhe në zonat malore ose në zonat rurale të thella të Shqipërisë, gjatë gjithë, po themi 6 mujorit mars, shtator, tetor, dhe këto janë tregues pozitiv të cilët do nxjerrin mendoj shifra shumë optimiste në fund të sezonit veror, por edhe në fund të vitit. Zonja Xhamani, ju falenderoj për të lidhje të drejt për drejt në studion e televizionit Skan, të shpresojmë që përveç shifra të larta të kemi edhe turizmin e qëndrueshëm. Faleminderit. Faleminderit juve.